Rjeti shpërthen pas postimit të Lori Hoxhës, apo rikthehet Big Brother VIP? Rrjetet sociale janë ndezur sërish pas një postimi enigmatik nga producentja dhe trashëgimtarja e formatit Big Brother VIP Albania, Lori Hoxha. Ajo ka ndarë në Instagram një imazh artistik që ka bërë ndjekësit të mendojnë se diçka e madhe po afrohet. Në foton e publikuar shihet një këmishë e bardhë, ku në vend të kopsave janë vendosur sy blu, që duken sikur vëzhgojnë. Ky detaj simbolik ka mjaftuar për të ndezur dyshimet. Mos vallë po paralajmërohet sezoni i ri i Big Brother VIP? Syri është një element që prej fillimit ka qenë shenjë dalluese e këtij formati, simbol i vëzhgimit të vazhdueshëm dhe misterit që mbulon shtëpinë më të famshme televizive. Kjo e bën postimin e Lorit të duket si një teaser i qëllimshëm, një mënyrë për të lënë publikun të hamendësojë. Edhe pse nuk ka ende asnjë njoftim zyrtar nga produksioni apo televizioni për nisjen e edicionit të ri, momenti i këtij postimi ka bërë që fansat të mendojnë se diçka po përgatitet pas kuintave. A është ky një paralajmërim i drejtpërdrejtë apo thjesht një lojë simbolike? Përgjigjja mbetet e fshehur, ndoshta pikërisht tek sytë që na shikojnë nga fotoja.